Sot kam ardhur që të pyes njerëzit se cili është personazhi i tyre televiziv i preferuar, qoftë nga arti, qoftë nga media, dhe cili është personazhi të cilin nuk e kanë dhe shumë qef. Hajdeni dhe të shohim përgjigjet e tyre bashk. Tani më thuaj një emër të një VIP shqiptar për të cilin ti vdes mbaron e ke shumë qef. Po Ardi Gjibrer, pasi e shoh çdo të diel dhe shpresoj që duke i dhënë këtë mesazh do ma kaloj emrin te Telebingoja. Okej. Po një emër të një VIP-i të cilin ti nuk e dëgjon dot, ndron kanalin sa herë të del përpara. Po stresi Stresi. Pse? është i PS-s tani dhe jam alergjik me Partinë Socialiste. Këngëtar, Luizellin e pëlqej shumë. E pëlqen Po jo Luizin. thjesht se ishte futur në Big Brother, absolutisht s'ka lidhje. E njoh që në ethet e së premtes që kur fitoi dhe shkoi në Eurovision e kam dashuruar si këngëtar. Kush është një këngë e Luizit që ty të pëlqen? Më pëlqejnë shumë. Të gjitha këngët e Luizit i dua. Po emrin e një personazhi cilin sa herë sheh thua më pëlqen ky, e ndron televizorin. Politikan përgjithësi nuk i pëlqej. Po dhe artistat ndroi për televizor. shembull ose ndonjë moderator. Që nuk më pëlqen. Po. Mua, Po. Blendi Fevziu. Blendi Fevziu, pse? Po se je kam dashur shumë tani se di. Nuk të ngjit. Duket është bërë shumë virale dhe ka filluar të mos më ngjith shumë. Po në përgjithësi si shoh shumë. Ja, Arditi. është më i përgatituri. Të pëlqen shumë? Po një që s'të pëlqen, sa herë sheh thua s'është i mirë ky në gjën që bën, nuk më pëlqen. Po dikush nuk mund të përmend emra, po dikush që nuk fol mirë, nuk e përket aty në popullsisë, njerëzot. Për shembull të them unë disa emra, Luiz Zeili, Alban Skënderaj, Bleona Qereti, Alketa Vejsiu. Këta janë kot, Gjithë janë kot? mos më pëlqen. Asnjëri. Asnjëri nga këto. Po pse? Sepse nuk kanë atë realën. Po thua që shesin atë që nuk janë falca. Falca, nuk tregojnë realën, po tregojnë ata që s'janë. Ne duam realën. Parashevia. Parashevia. Pse të pëlqen Parashevia? Këngët e Parashevis. Janë të bukura? Shumë të bukura, të shkëlqyeshme. Po u zhduk Parashevia disa kohë, po prap ishte aq e mirë sa ty të pëlqen? Jo, më pëlqen, që të pëlqen gocë. Blendi Fevziu s'më pëlqen fare. Po pse s'të pëlqen Blendi? S'më pëlqen fare. Po s'të pëlqen mënyra si prezanton, s'të pëlqen nga pamja, s'të pëlqen si flet. Nga ato lakra që i kam mren. Po nuk kam nej. Të preferuar. Jo. Mendon që nuk ka të mirë mjaftueshëm në Shqipëri sa për të pasur një të preferuar? Ka po varet si interpretojnë interesat e tyre. Për shembull, një preferuar që than ishte Luiz Zeili. Është shumë i mirë, than njerëzit përpara. Kush është ky Luizeli? Është ai që ka fituar Big Brother. Jo. Ndërsa dikush që nuk para e pëlqenin ishte Blendi Fevziu. Bëjmë maturuari si ta them unë në gjuhë. Më i pjekuri. Më i pjekuri flik. Ta themi shqip, më i pjekuri. Pra është i mirë Blendi sipas teje. Më i pjekuri, po. Pasa qenë këto që shkya. Ky Gjero Gastriti. Ardit Gjebrea. Jo se nuk kam në antipati, por Nuk të pëlqen shumë. ka shumë lajka e themi neve. Do më thonë ka shumë falco. Prandaj nuk të pëlqen. Pra nesme përqen. Nuk të duket që është i vërtet në ekran. Jo. Në ekran s'ka asë njëri të vërtet. Ma shqip. I veçan Arditin e pëlqej. E pëlqej. Habuk veç Arditi. Është me i amël, është me i pranueshëm. Po dikush që nuk të pëlqen shumë në ekranet shqiptare, nuk të Kemi ne pëlqen një shumë. fjalë të bukur shkodranisht, do më shajnë me rrët se me këc. Po s'di. Luiz Zeili për shembull, që na ka përfaqësuar dhe në Eurovision. Dhe është Shkodran. E njoh mirë, e njoh hapur. Ndoshta e kam gjerë ndër të paret në skenë. Se kam punuar në shkollë. E ke nxjerr ti në Luizin. Në të paret, ka qenë edhe Luizi që e kam gjerë jo. E di mirë atë punë, e njoh mirë se kush Po, është. si të duket ty vokali i Luizit? Simpatik. Simpatik. Ka nevojë për përmirësime? Unë mendoj se po. Si të zhdukur Luizi
atëherë përpara shumë vitesh me Luizin që është tani? Ka ndryshime të mëdha, Tirana i ka dhënë një shtys të jashtëzakonshme, po i marrë me radhë shumë deputete ku ma lartë e disa tjerë që në politikën me shumë gjëra tjera, ndryshojmë se politika e disa sfera. Është bërë më i mirë, Luizi. Si s'është bërë më mirë? O, që flet ko? Po i ri si ka qenë, i mirë ka qenë dhe atëherë? I sjellshëm apo? Afërsisht. Dikush që nuk të pëlqen shumë, nuk është aq i mirë në gjën që bën. Tashi si kemi marrë kaq me mësi të gjithë sepse ku sa pëlqen e çojmë edhe ikim merrem me diçka tjetër e mbyllim atë program. Ándale.